Me antarësimi në Bashkimin Evropian, çmimi i pronave pritet të dyfishohet. Në një takim të zhvilluar me sipërmarrësit e rinj në Sarandë, kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria është vendi ideal për të investuar sot pasi vlera e pronës do të rritet me integrimin në BE. Në momentin që ne hymë Bashkimin Evropian, se ne do hymë Bashkimin Evropian, të gjitha pronat do të mësojnë një rritje çmimi dyfish me njëherë, siç ka treguar historia e të gjitha vendeve që kanë hyrë para nesh. Kur Kroacia hyri në Bashkimin Evropian, një muaj mbrapa, gjithçka kërceu dyfish. Sepse prona e patundshme bëhet objekt interesi për një popullat që është qindra miliona njerëz. Nuk është më interes thjesht vetëm i popullatës që banon këtu, parafityroni se çfarë interesi do kishte, kur edhe pse dyfishohen, janë prap shumë më lirë se sa që janë në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian. Kështu që çdo investimi që bëni sot është një investim që jo mbas 50 vjetësh, por mbas 5 vjetësh, mbas 7 vjetësh, mbas 10 vjetësh, dhe ju jeni të gjithë 30 vjeç, 25, 35 këtu, do t'ju kthehet në një mirësi shumë të madhe. Përsa i përket paketës së maleve, kryeministri theksoi se mjafton të merret një dëshmi e pronës nga Këshilli Bashkiak për të bërë marrëveshjen me shtetin, për të marrë lejen e ndërtimit dhe për të filluar investimin. 500 të parët që do të futen në aplikim për të zhvilluar një pronë për agroturizëm, për agropërpunim, ose për çfarëdo zhvillimi tjetër me natyrë rurale që kërkon një investim, po kryesisht për agroturizëm, do të ketë një periudhë 10 vjeçare pas një taks, pa të vëshë, pas një taks, jo, për të vëshë më duket se është 6%, është 6% për arsye të qenit në sistem, po pas një taks. Dhe 501 pastaj do paguaj takson normalisht. Lidhur me mos deklarimin e numrit të shtretërve nga strukturat hoteliere, Rama deklaroi se do i japi një opsion atyre për të pranuar një paradeklarim me marrëveshje që të paguajnë 65% në periudhën e pikut, nëse nuk duan asnjë kontroll tatimor. Gjithashtu po krijohet një model i inteligjencës artificiale për të inspektuar shkeljet e tyre.